Një ngjarje e rëndë kriminale ka tronditur mesditën e kësaj të diele, zonën e Lezhës, ku një çift bashkëshortësh humbën jetën si pasojë e një atentati me armë zjarri. Viktimat janë identifikuar si Kreshnik dhe Gentiana Mujeci, 39 dhe 32 vjeç, prindër të 4 fëmijëve. Sipas të dhënave paraprake, çifti po udhëtonte me një automjet tip Audi Q7, kur është qelluar me breshëri plumbash teksa mjeti ishte në lëvizje. Dyshohet se ndaj tyre janë shkrepur mbi 30 plumba, duke i lënë të vdekur në vend. Ngjarja ndodhi rreth orës 14:50 në fshatin Baldren, pak pasi çifti kishte dalë nga një lokal në aksin Lezhë-Shkodër dhe po kthehej drejt banesës së tyre. Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë forca të shumta policie, ndërsa nga Tirana janë nisur me urgjencë specialistë të sektorit të krimeve të rënda të policisë së shtetit, të cilët po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Kreu i komanduar i policisë së Lezhës, Arben Nasufi, konfirmoi se automjeti është qelluar në lëvizje me breshëri armësh. Burime bëjnë me dije se një prej viktimave kishte precedent penal, pasi në vitin 2017 ishte arrestuar si i dyshuar për një vrasje në Shkodër. Deri në këto momente nuk ka autor të identifikuar, ndërsa policia vijon hetimet për zbardhjen e plotë të atentatit dhe motivet e tij.